Është zhvilluar këtë të martë mbledhja e fundit për këtë vit e Këshillit Bashkiak me fokus buxhetin vjetor për vitin 2026 dhe projekt buxheti në afatmesëm 2026-2028. Mbledhja është drejtuar nga kryetaria e Këshillit Bashkiak Elpiniqi Mërkuri, ndërsa ishte e pranishme dhe kryetaria e Bashkisë së Vlorës Bruna Mersini. Në emër të administratës, drejtori i financave Hikmet Harxhi ka prezantuar projekt buxheti ndërsa është ndalur në detaje të zërave buxhetor. Të ardhurat totale të buxhetit 2026 janë 4 miliard 536 milion e 420 mijë. Të ardhurat përbohen nga të ardhurat e veta, granti specifik dhe granti pa kushtozuar. Të ardhurat e veta janë në shumën 1 miliard 710 milion 873 mijë. Transferta e pa kushtozuar është në shumën 970 milion 621 mijë. Të ardhurat nga transferta specifike ose speciale është 651 milion 078 mijë. Shpenzimet gjithsej janë 4 miliard 536 420 mijë, të cilët përbëhen nga shpenzime për grantin, shpenzime nga granti specifik dhe shpenzime nga të ardhurat e veta. Shpenzimet e grantit janë 970 620 të përbëra nga pagat 589 milion e 700 mijë, për sigurimet shoqërore 99 milion e 924 mijë, për shpenzime operative 281 milion 016 mijë. Nga të ardhurat për paga do shpenzohen 611 milion 522 mijë, për sigurimet shoqërore 93 milion 016 mijë, për shpenzime operative 817 milion 119 mijë, për transferta të ndryshme në llogarit shpenzime operative për interesa kredie, transferta Këshillit Qarkut 46 milion 199 mijë, për subvencione 60 milion 050 mijë, fondi mbrojtjes civile, fondi kontingjencës dhe fondi rezerv është planifikuar në masën 160 milion 560 mijë. Totali i shpenzimeve nga të ardhurat është 2 milion 914 mijë 721, kurse për grantin specifik është 651 milion 079 mijë dhe i ndarë për pagat 522 milion e 180 mijë, për sigurimet shoqërore 83 milion 626 mijë, për shpenzime operative 45 milion 273 mijë. Për sa i përket investimeve të parashikuara nga administrata e bashkisë për vitin 2026, ato janë në shumën 1 miliard e 170 milion e 235 mijë. Nga këto, 1 miliard 170 milion 235 mijë. Risi në këtë projekt buxhet është se në investimet e planifikuara kemi disa objekte që i kemi planifikuar me 2 vite financimi, 2026-2027, të cilat do të japin një impakt zhvillues në zonat ku janë hedhur. Për sa i përket investimeve, bashkia administrata e bashkisë ka planifikuar 899 milion 365 mijë, kurse institucionet varëse, ndërmarrja e mbetjet në ngurta 4 milion e 900 mijë, ndërmarrja e shërbimeve publike 48 milion e 600 mijë, ndërmarrja qendra kulturore 4 milion e 100 mijë, teatri Petro Marko 4 milion e 600 mijë, qendra PAK 2 milion, ndërmarrja e pastrimit 149 milion. Për sa i përket strukturës së buxhetit të vitit 2026, ai paraqitet në këtë formë. Pagat zën 38%, sigurimet shoqërore 6%, shpenzimet operative 30.1% dhe investimet 25.9%. Sipas zonjës Elsa Bezhani, kryetare e Komisionit Ekonomisë, ndarja e buxhetit është e balancuar, 34% për paga, 34% për shpenzime operative dhe 32% për investime, ndërsa kanë marrë fjalën dhe kryetarët e komisioneve të Këshillit Bashkiak. Duke ndalur tek këto shifra, si për shembull taksën e kalimit të së drejtës së pronës, që në 2025 ka qenë rreth 30 milion, në 2026 është gati dyfishuar 65 milion e ka kaluar. Nga analiza që i kam bërë unë të ardhurave të buxhetit të prezantuara, kam analizuar treguesit e burimeve të ardhurave që janë granti specifik, i cili ka një rritje me 11.7% nga viti 2025. Qofse në 2025 kanë qenë 582 milion e 812, në 2026 granti specifik është rritur me 651 milion 071. Granti i pakushtëzuar ka një rritje me 10.6%. Të ardhurat e veta të planifikuara nga administrata e bashkisë, në qoftë se në 2025 kanë qenë 2 miliard e 308 milion e 523 mijë, në 2026 është planifikuar të jenë 2 miliard e 914 milion e 751 mijë.
Pra ka një rritje të ardhurave të veta të planifikuara nga administrata e bashkisë me 21%. Tek shpenzimet, granti specifik është i akorduar nga qeveria për një destinacion të caktuar dhe administrata e bashkisë nuk mund ta preki grantin specifik. Prandaj unë për shpenzimet kam bërë disa llogaritje të tjera ndryshe duke marrë të ardhurat e veta, shpenzimet nga të ardhurat e veta dhe shpenzimet nga granti i pakushtëzuar. Shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore për 2026 janë rreth 35.9%, shpenzimet operative 33.9% dhe shpenzimet për investime gati te 30%. Në Komisionin e Barazisë Gjinore dhe Çështjeve Sociale, komisioni konstatoi se janë parashikuar në buxhet shërbimet, fondi social për qendrën ditore të moshuarve, për shërbimet që janë mbrojtje të fëmijëve dhe të familjeve në nevojë. Për herë të parë janë planifikuar në buxhet shpenzime për Institutin e Përkujdesit Shoqëror, i cili ka për qëllim të ofrojë 5 shërbime sociale shtesë në mënyrë të veçantë për mbështetjen e grave të dhunuara të fëmijëve. Për herë të parë në buxhet është i planifikuar financimi i qendrës ditore për fëmijët me aftësi ndryshe. Në mbështetje të këtyre shërbimeve, për herë të parë është planifikuar, është përfshirë pagesat e mësuesve për mbështetës për sezonin e verës. Na njerë ne duhet kuptojmë që unë jam e sportin, sa e unë sportin asin nga jo, por nuk të me thënë që ne lekët të shpërtorojmë lekët e buxhetit që vinë nga taksa paguesi. Kemi një gjë të sportet, me që se unë jam marë, është një zë që është bonus. Ne kemi kaluar në zëri bonus, shpërblim të më thënë. Dhe unë jam pro asaj që sportet dhe sportistët elitarë duhet të shpërblen, duhet të stimulohen. Ne tani të kjo buxheti si vjetë, ndofta nga kjo 2 vjeçarja e kaluar dhe vazhdojmë akoma me atë sistem. Sipas opozitës, asnjë nga 14 propozimet e saj për investime në qytet nuk ishte marrë parasysh nga administrata, ndërsa këshilltarët e kanë kundërshtuar shpërndarjen e buxhetit. Këshilltari demokrat Atir Doxha e ka nisur fjalën me vrejtje për këshilltarët e majorancës, të cilës sipas tij nuk e kanë as përpara në tavolinë buxhetin, një buxhet i dështuar sipas tij. Në një lëvizje që bëra në sallë, 22 këshilltarë të Partisë Socialiste nuk kanë përpara tyre buxhetin e bashkisë dhe asnjë flet e cila mund të ketë të bëj me trajtimin e buxhetit të bashkisë. Kuptohet pastaj vota dhe teoria e mëtejshme se si do të shkoj. Unë e kuptoj që këta janë shumë teknologjik të gjithë, por e shikoj edhe përgatitjen që kanë, edhe zellin e madh. Në fund, mjafton kartoni e shirë për t'i treguar gatishmëri kryetares së bashkisë. Dhe unë mendoj që kjo është skenë e parë nga ne, nuk është një gjë që ndodh rishtas. Megjithatë, shpeshherë ne buxhetet i trajtojmë si të atyre edhe të këtyre. Buxheti faktikisht është i administratës për të shërbyer qytetarëve. Dhe faktikisht ky buxhet përbëhet nga taksapaguesit vlonjat, qytetarë dhe bizneset, të cilët me sakrificë edhe me mund edhe ata që kryejnë biznes, po edhe ata që paguajnë taksat normale, mendoj që ka një barë fiskale shumë të lartë në krahasim me të ardhurat që ata krijojnë në familjet e tyre. Për mua ky buxhet që në start është një buxhet i dështuar, i cili ka në përbërje të tij abuzime me fondet publike, kryesisht, dhe mendoj që në prezantim ka probleme. Megjithatë, unë dua të evidentoj një fakt shumë të rënd, që mendoj ato konsultimet publike që është dhe një kërkesë ligjore, nuk janë zhvilluar me qytetarët. Edhe kam thënë edhe në buxhetet të tjera, për fat keq ju mendoni se duke mbledhur administratën ose disa kryetarë organizatash socialiste mendoni që bët konsultime me qytetarët. Nuk janë konsultime me qytetarët ato. Edhe mendoj që është e gabuar që të vazhdojmë të themi që janë bërë konsultime me qytetarët, kur ndërkohë janë vetëm thjesht disa mbledhje të organizuara nga kryetarët e rajoneve, cilët janë në varësi të bashkisë dhe normalisht disa këshilltarë socialistë apo edhe këshilltarë të opozitës marrin pjesë për të tentuar që të dëgjohet zëri i tyre në këto pseudo
konsultime publike. Thash dhe njërë është një kërkesë ligjore, nuk është dëshire jona apo e juaja që të kryen këto dëgjesa publike. Që në format e pare punës njerë dhe këtë e ka me administratën e bashkisë, ky format që ka ardhur i këtij projekt buxheti nuk është formati që ka ardhur në herët e shkuara përpara këshilltarëve, dhe kjo nuk është rastësi, kjo është një truk në cilin fshihet faktikisht për të thënë të vërtetën shifrat reale për të bërë të mundur që këshilltarët ta kenë sa më të vështirë për t'i gjetur, jo se nuk gjende. Se po të thellohesh, dhe thash dhe një, po të jesh edhe me një staf të përgatitur, ato gjende, nuk diskutohet. Dhe këtu e kam fjalën për një zë i cili në këtë buxhet nuk është paraqitur, por që në buxhetet e tjera ka ardhur shpeshherë, është pikërisht zëri i pritshëm ose fakti, po themi, i vitit që po lëm pas. Ky nuk është i pasqyruar, këtu fatkeqësisht, në këtë buxhet kemi vetëm plane 2024, plan 2025, plan 2026. Po të bësh një lexim, edhe këtu e kam edhe me drejtorinë e planifikimit, ose të financës, kemi në faqen 4 të këtij projekt buxheti, kolona plan 2025. Po të shkojmë të gjithë në fund, përveç këtyre të 22-ve që nuk e kam projekt buxhetin përpara, ose që mund ta shikojnë në mënyrë teknologjike siç pretenduan, do të shikojmë shifrën e 3.769.094, ose për qytetarët që të jemi dhe kështu më praktik, rreth 37 milion euro. Çfarë na ndodh në këtë projekt buxheti që na kanë paraqitur ta zotrin? Plan 2025, shkoni në fund të kolonës, lexoni 3.418.390, ose 34 milion. Ore, diti qa janë ju këto apo jo? Se janë këto pa letre këto, zotrin, janë euro. Mungojnë 3.5 milion euro. Nuk e di ku kanë shkuar këto 3.5 milion euro. E ulni këtë vlerën që të thoni që e realizuat si shtot moçka 110% planin? Dollët suficit? Apo i vidhni e nuk na i paraqisni ne o afshini qytetarve? 3.5 milion euro vetëm në faqen 4 të projekt buxhetit. Mund ta lexojnë këshilltarët, qofse unë gënjej, të rishem, kërkoj ndjes. Ndërkohë këshilltari tjetër demokrat Gjergj Nika ka qenë prerë që në mbledhjen me herët të Komisionit Ekonomisë, teksa ishte vota kundër në komision, ndërsa e ka quajtur të egzageruar buxhetin 45 milion euro. Sa ka lëvizur me 116 veta, sa janë ata që do merren të rinj, sa është rritur fondi pagave në vlerë, bashkë me sigurime shoqërore. Në mbledhjen e fundit, unë kam thënë që do u kërcas rritje pagave jo më pak se 1 milion euro. Unë duhet ta dëgjoj nga ty sa është rritur. Pikë e dytë është, a është bërë një analizë risku për këtë buxhet, gjë që ne kemi shtruar bashkë me kryetarin e komisionit në mbledhjen e Komisionit Financës? Nuk kemi një analizë risku bashkë me buxhetin, në cilin ne kemi nevojë ta studiojmë dhe atë për ta parë. Dhe pikë e tretë është, në kalimin e PBA-ve, në kalimin e çdo lloj gjëje që ne bëjmë gjatë vitit të buxhetit, një rekomandimet e Ministrisë Financave ka qenë të ulet niveli i fondit pagave sepse është shumë i lartë. A është marrë ky rekomandim? Flasim për ulje të nivelit pagave jo mbi planin i çmet. Jo mbi planin që do bësh. Uljen e nivelit të pagave mbi atë faktikun që ti ke realizuar. Se ti planin mund ta qosh dhe 70 milion euro, pjeston me pagat dhe thua un kam 18% nivel pagash. Ti do ta bësh me faktikun se po ta pjestosh 20.2 milion euro që ke pagat. Me 45 është normal që dali 38. Për kreun e këshilltarëve socialistë Ervis Moçka, buxheti është një prioritet vetëm i ekzekutivit. Po rritet buxheti ndërmarrjes, shërbim pastrimit. Duhet jemi qartë, me pastrimin dhe gjelbërimin nuk ka një rrugë të mesme. Nuk ka as kompromise. Ka standard, qytet me standard, o ka turp, që na mbulon të gjithëve. Dhe për të arritur standarde në një qytet i dashur e nderuar, që zmadhohet, që rritet, sigurisht do vësh edhe kostot. Por nëse ju pastrimin, shërbimet i trajtoni si kosto, po e shikoni qytetin si një barë të rënd. Nuk është qytet i tillë, është një qytet që sot ka turizëm zhvilluar dhe pritet ta ngrejë ekonominë e vet zhvillimore në turizëm. Prandaj normalisht i takon edhe shërbimeve dhe pastrimit të rriten me blerje mjetësh të reja, se u kritikua dhe në SHP-ja, dhe të pastrimi dhe të shërbimet. Nuk duam një bashki e cila t'i kthej përgjigje qytetarit nuk ka mjete. Duam një bashki kur t'i themi ka ekipe me pagë dinjitoze,
ka mjetet dhe do e bëjmë. Nuk dua më një bashki që të thot qytetarit po improvizojmë, po marrim mjetet e ujësjellësit, po a kërkojmë firmave dhe në fund kostua të vi shumë herë më e lartë. Duam investim sot për të ulur kostot nesër për njësi dhe Nika e di shumë mirë se çfarë do të thotë ulësh kostot për njësi. Pas më shumë se 3 orësh, me 30 vota pro, është miratuar sot buxheti vjetor i Bashkisë Vlorë 2026, ndërsa 10 këshilltar nuk morën pjesë në votim. 45 milion euro është shifra e buxhetit, i cili do të përdoret për investime dhe projekte në territorin e Bashkisë Vlorë, që nga shkollat e deri tek infrastruktura rrugore.